Ky është një vit kyç për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është një moment vendimtar për procesin dhe për përparimin e Shqipërisë në rrugën e negociatave. Dhe këtë javë, pikërisht për këtë arsye, është prezantuar dhe paketa e re me një duzinë nismash ligjore që shkojnë në drejtim të forcimit të shtetit të drejtës, rritjes transparencës dhe parafrimit të teshëm të legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë nisma që përfshin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e drejtave të njerëzit, forcimi i institucioneve, dhe nuk janë thjesht detyrime në letër, që natyrisht janë edhe detyrime në kartën e ligjit që burojnë nga negociatat, por janë me një investim i mëtejshëm në besimin e qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit ligjor. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm t'i kalojë reformat, por dhe t'i jetësoj ato, duke pasur parasysh që të gjithë çdo ditë në çdo hap se ky moment nuk mund të humbet. Këtë javë ka nisur edhe një tur dëgjesash publike i ministrit të rritë bujqësisë me fermerët në të gjithë vendit, që ka si qëllim hartimin e skemës kombëtare të 2026. Pra, kanalizimin e të gjithë buxhetit dhe të gjitha burimeve të financimit të bujqësisë, duke hartëzuar të gjithë hapat së bashku me fermerët. Dhe duke hapur rrugën e forcimit të gjitha urave që ne kemi ngritur me komunitetin sipërmarrës të fshatit, edhe me ata që punojnë si bujq në tokën e tyre, përmes dëgjimit të çdo shqetësimi dhe pastaj sintezës mbi det. Është vit shumë i rëndësishëm në aspektin buxhetor dhe në aspektin financiar, sepse potenciali për të disbursuar jo thjesht fondet e buxhetit fillestar, por një volum shumë më të madh financimi është aty, sepse nuk është vetëm buxheti i shtetit, është linja e kredisë e garantuar nga Banka e Shqipërisë, është nga ana tjetër AZBR-ja, është agrokrediti, është edhe një tjetër injeksion financimi që ne do të bëjmë, por përgatitja për të cilin fillon tani përmes Bankës së Re të Zhvillimit, kështu që na duhet me patjetër që të adresojmë nevojat dhe t'i kanalizojmë këto financime aty ku ka më shumë efikasitet dhe aty ku do të prodhojmë më shumë vlerë të shtuar. Realisht që ishte një ftesë mirëseardhur, por edhe pse nuk e dyshoja që do kishte zhurmë dhe përpjekje për të bërë të llovi, nuk e mendoja që fantazit dhe likësia do të bashkoheshin për t'i dhënë jetë disa teorive dhe prrallave që duhet jesh vërtet rënd, për mos thënë ndonjë fjalë drejt për drejt të saktë, por jo të përshtatshme për këtë podcast, që të arrish deri në pikat ku u arrit. Gjithsesi, ftesa u mirëprit, u pranua, u ratifikua dhe në formën e një projekt marrëveshje, projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, dhe Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme,
dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë, edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po kjo është një temë krejt tjetër, përkatësinë në këtë bord.